Vëmendja e botës është përqendruar në Ankara, ku liderët e NATO-s janë mbledhur për një nga samitet më të rëndësishme të aleancës në dekada. Me të ardhmen e sigurisë transatlantike në krye të agjendës, rezultatet e samitit dy ditor po dominojnë titujt kryesor. Por në prapasken, puna për transmetimin e samitit ka nisur prej kohësh. 96 kamera, 18 automjete transmetimit të jashtëm dhe lidhje transmetimi nga 26 vendodhje të ndryshme në Ankara. Në rolin e transmetuesit pritës për samitin e NATO-s 2026, Radio Televizioni Turk TRT po përcjell samitin në audiencat në mbar botën. Nga kamerat dhe dhomat e kontrollit te lidhjet satelitore dhe transmetimet drejt për drejt, TRT po ofron mbulim lajmesh në më shumë se 40 gjuhë për platformat televizive dhe digjitale. Një qendër ndërkombëtare mediatike është ngritur gjithashtu në bibliotekën kombëtare presidenciale, me 1800 vende pune, 40 suita montazhi dhe më shumë se 100 pika transmetimit të drejt për drejt. Fal kësaj infrastrukture, gati 3000 përfaqësues të akredituar të medias, po raportojnë nga kryeqyteti turk gjatë 2 ditëve të samitit. Titujt kryesor mund të jenë brenda samitit, por TRT-ja po përçon nga Ankaraja drejt botës të gjitha zhvillimet.